Gjykatat administrative duket se e kanë përmbushur qëllimin përse u krijuan që ishte shpejtësia në gjykim. Të paktën në këtë konkluzon doli sot analiza e punës 4 mujore të gjykatave administrative të shkallës së parë dhe të apelit. Dy krerët e gjykatave kanë bërë publike shifrat, ku të gjitha çështjet e depozituara në këto dy gjykata kanë përfunduar brenda afatit 40 ditor të përcaktuar në ligj. Në gjykatat civile të njëjtat procese zgjateshin me vite. Nga trupa gjyqësore është respektuar afati ligjor i përcaktuar si në ligjin në kodin e procedurës civile dhe veçanërisht dhe në ligjin organik të gjykatës administrative për afati 7 ditor për dorëzimin e dosjeve gjyqësore. Gjatë muajit janar dhe shkurt, në gjykatën administrative të apelit u regjistruan mbi 1208 çështje, të cilat u vunë lëvizje për shqyrtim në kufit kohor për 30 ditësh, veç 56 çështjeve të cilat u mbartën nga viti 2013. Por si shqetësim nga krerët e gjykatave është ngritur mungesa e kushteve të punës, mes të cilave shorti elektronik apo dhe ndihmësave ligjor. Problematika më e madhe që has gjykata administrative e shkallës parë Tiranë, si të gjitha gjykatat e tjera, është mungesa e shortit elektronik. Mungesa e këtij sistemi ka pasjellë dhe mungesën e sistemit të regjistrimit audio të seancave gjyqësore, pasi të dy këto sisteme duhet të jenë të integruar me njëri tjetrin. Gjykata administrative e apelit ka patur vështirësi në lidhje me godinën në cilën ushtron aktivitetin e saj, pasi ajo është një vend jo të përshtatshëm dhe ka hapësira të pamjaftueshme për realizimin e veprimtarisë së një gjykate. Gjykata administrative e shkallës së parë ka 16 gjyqtar dhe nga nëntori deri në shkurt ka përfunduar mbi 1200 çështje, ndërkohë që apeli me 7 gjyqtar gjatë të njëjtës periudhë ka dhënë mbi 450 vendime, por cilësia e tyre pritet të shihet vetëm pasi të shprehet kolegji administrativ i gjykatës lartë.